Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha vion denoncimin për procesin zgjedhor të 11 majit, duke cilësuar si një farsë elektorale. Berisha u shfaq para kamerave këtë të shtunë me një kërkesë të veçantë për SHBA-t. I shpallur vetë non grata, I kërkoi që kjo masë të përfshijë edhe individë të tjerë në Shqipëri. I bëj thirrje presidentit Trump dhe qeverisë Shteteve të Bashkuara të deklaroj terroriste këto grupe shqiptare të cilat janë ndër më të rrezikshme në rajon, në Europë dhe në botë, të cilat lëvizin miliarda euro para droge dhe që I lajnë ato lirshëm pa asnjë lloj kufizimi. Në Shqipëri, me firmen e kreut të këtyre karteleve, kreut të organizatave kriminale Edi Rama. Duke ilustruar rezultatin në ekran, Berisha u ndalte një listë me emrat e kandidatëve socialistë më të votuar. Arkend Balla në vitin 2021, kur kumbarët e kartelit nuk e kishin rekrutuar akoma, mori 2463 vota. Në vitin 2025, nën patronazhin e kartelit Troplini, Elvis Doçit, mori 20.718 vota. Pra këti po thuaj ju 10 fishuan. Ishte premtuar dhe është premtuar për ministri I brendshëm I kartelit Troplini pas zgjedhjeve. Partia Demokratike shënoi një tjetër humbje radhazi në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, pavarësisht diferencës së konsiderueshme në rezultat. Berisha e konteston procesin.